Sa po është mbyllur turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025 me një performancë jashtëmase pozitive, një pjesëmarrje e gjerë nga gjithë rajoni, madje edhe Metej, dhe merita kryesore shkon për shoqatën Shkodra Sport Event që drejtohet nga Jetmir Podgorica. Podgorica ju keni shumë karrierë në vitet tuaja sportive, kryesisht si arbitër futbolli, jeni përfaqësues edhe zyrës rajonale të futbollit në Shkodër si sekretar i përgjithshëm, por kjo aktivitet është nën siglin e Shkodra Sport Event që drejtohet nga ana juaj. Përgëzime për gjithçka, për marrësinë e këtij aktiviteti. Falenderoj Gaspar, fillimisht falenderoj për kontributin që jep gjithmonë në fushën e futbollit, po ashtu më tepër edhe në eventet e Shkodra Sport Event, që realisht ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë së bashku me Verion Sport. Ishte një aktivitet realisht i madh, sepse kishte shumë ekipe pjesëmarrëse. Një ndër faktet që mund të tregojnë masinë e këtij aktivitetit ishte sepse ne kishim 8 fusha të ndryshme ku zhvilloheshin ndeshjet paralelisht, dhe natyrisht që ka një nevojë për një staf shumë të madh. Janë rreth 50 persona të cilët kanë kontribuar në këtë aktivitet, duke pas pozicione të ndryshme në këtë aktivitet pra, për ta bërë të mundën realizimin e tij. Organizim model në fakt u theksua edhe nga personat e tjerë që dhanë intervistat e tyre për këtë aktivitet, dhe merita shkon për gjithë stafin tuaj, ishte një sinkron me vërtet shumë korrekt që funksionoi mjaft mirë. Të them të drejtën, këto lloj torneo ka një specifik të veçantë sepse kanë një numër shumë të madh ndeshjesh, pra luhen mbi 120 ndeshje për 3 ditë. Edhe natyrisht duhet një koordinim shumë i shpejtë, pra kohë reale koordinimi për të bërë mundon zhvillimin e aktivitetit, pra sepse do përfundojnë dita, por do fillojnë e dyta dhe normalisht pjesën e kalendarit, shortit dhe renditje janë këto gjëra që realisht e bëjnë të vështirë si torneo. Edhe kushtet atmosferike realisht nuk janë shumë të favorshme, dhe prandaj ka pak specifik të veçantë si torneo. Sa ishte numri i ekipeve dhe i futbollistëve që morën pjesë në këtë torneo? Zyrtarisht ne kemi pas 40 ekipe, pjesëmarrës me 700 fëmijë, të cilët kanë marrë pjesë në këtë aktivitet, duke marrë parasysh pastaj që ka dhe numër tjetër të prindërve që kanë ardhur me ndjek apo dhe pjesës së stafit tyne. Për sa i përket ekipeve, realisht ne kemi dhënë në 2 pjesë këtë aktivitet, sepse zhvillohet pra nga ata 12 deri në datën 15 është zhvilluar për grup moshat nga u9 deri në moshën 15, ndërsa me datën 25 deri me datën 31 do të zhvillohet për grup moshat u19, ku krahas ekipeve që ne i kemi tashmë nga trojë shqiptare, janë edhe nga Italia, po kemi edhe risi të cilët janë nga Nigeria, Ghana apo edhe nga Greqia, dhe kjo e bën edhe turneun më të bukur. Ja keni dalë me sukses, Jetmir, me këto torneo kaq interesante, nga viti në vit po përmirësohet edhe pjesëmarrja, por edhe mënyra e organizimit të natyrshëm, që edhe bashkëpunimi me palët e dyta dhe të treta ka funksionuar mirë. Kam parasysh këtu dhe zyrën rajonale të futbollit Shkodër, Bashkinë Shkodër, Federatën Shqiptare të Futbollit. Faktorët kryesorë që ndihmojnë janë institucionet siç është Bashkia Shkodër, në aspektin e infrastrukturës, Federata Shqiptare e Futbollit, shoqata rajonale, kolegjiumi i arbitrave, pra disa komponentë që mbledhen së bashku për të realizuar këtë aktivitet. Ne do të marrim parasysh që kemi pasur në aktivitetet e tjera, që kanë qenë me një kozhat ditore më të madhe, ne kemi pasur edhe kemi shkuar deri në 100 ekipe. Por realisht problem madhor në Shkodër që ne diskutojmë shpesh, dhe besoj që edhe bashkia ka projektet e saj që do fillojnë besoj nga muaj që vjen për të bërë infrastrukturë të re, sepse realisht infrastruktura është baza me cilën ne e zhvillojmë këtë aktivitet. E rëndësishme është që personat pjesëmarrës janë larguar me opinione mjaft të mira, që garantojnë dhe vetë shprehin në intervistat e tyre se do të rikthehen përsëri në Shkodër. Po, të më drejtën jam shumë i kënaqur, është aspekti morë që ne na ngroh dhe na shtyn për me bë aktivitetet e tilla. Shumë prej tyre kanë qenë për herë të parë në qytetin e Shkodrës në këtë event, por edhe kanë vizituar qytetin tonë, sepse ne garantojmë një turizëm sportiv shumë cilësor. Dhe normalisht që vitin që vjen ata do vinë edhe me grupmoshat e tjera, po edhe do ftojnë miqtë e tyre. Ne kemi pasur realisht një numër shumë të madh aplikimesh për të marrë pjesë në torneo, po jemi kufizuar vetëm me 40 ekipe për efekt të infrastrukturës. Urime të mirë për gjithçka realizuar në këtë torneo dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit edhe një herë përzemërsisht.